Programi I Hatmes. Programi I Hatmes, falënderimin dhe lavdërimin takon vetëm Allahut të Madhërisëm, I cili e mësoi njeriu të shkruajë dhe të lexojë. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin gjithnjë mbi Muhamedit, të cilin Allahu e zgjodhi për të ftuar dhe edukuar mbarnjësimin në rrugën e drejtë. Të nderuar pjesëmarrës, programin e Hatmes po e filloj me emrin e Allahut të Gjithëmshirshmit, Mëshirëplotit. Ashe, Kajra Sulejmani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Pendohu, Hanif Begjeti. Emrin Allahut, të gjithëmshirshmit, Mëshirëplotit, pendohu. Ka ardhur koha për të penduar, në rrugën e Allahut për të drejtuar. Gati po të kalon ti kjo jetë, rruga Islamit ku të ka mbet, po pse gëzosh për të kënaqësi, e di që këto kanë kufi. Kjo botë për ty mos jetë se eq me bota tjetër është e përjetshme. Pendohu, ti sa ke kohë se dikur do të jetë vonë, mendo që këto ditë janë të numëruara, mos I zgjedh rrugët e gabuara. Te Gusulli, Eris Kamberi. Në emrin e Allahut të Gjithëmshirshmit, Mëshirëplotit. Gusli është një pastrim I rëndësishëm I trupit nga nevoja e madhe pa pastërtia për t'ju lejuar muslimani me fal namaz dhe me kryer detyra tjera të adhurimit në Islam. Allahu ka obligu pastrimin fizik dhe shpirtëror më efikas, më aktiv dhe më produktiv. Pastrimi shpirtëror ka obligu me qetësu fisnikëror dhe me ndryshu shpirtin. Nga definicioni kuptojmë se gusti është një pastrim I të rëndësishëm I trupit, ndërsa më parë kemi thënë se abdesti është një pastrim I disa pjesëve të veçanta të trupit. Pra, gusti e zëvendëson abdestin, ndërsa abdesti nuk e zëvendëson gustin. Argumente për gustin kemi ajetin kuranor, ku Allahu I Madhërisëm thotë në senit të papastër pastronit. Poezi, Dita e gjykimit, Arta Ismaili. Në emrin e Allahut të Gjithëmshirshmit, Mëshirëplotit. Dita e gjykimit, sa e rëndë është ajo ditë, do të lodhen njerëzit duke pritër, do të lutin Allahun gjykimin ta filloj, se pritjen e njeriu s'do mund të përballoj. Edhe besimtari që Allahu e ka adhuruar atë ditë, frika për të kapluar trupin e tij në qethura do të kaplojë. Ka frika sa duhet Allahu se adhuron. Dita e gjykimit do të ndodh para Allahut, do të qëndrosh aty pasuria, nuk të vën dobi vetëm veprat e tua do t'i ketë. Dita e gjykimit do të vijë një ditë, o njerëz, Allahun ju e keni frikë. Ai që frikë Allahun nuk ka dënim të rënd për të kapë. Poezi, respekti I prindërve, detyrat e prindërve ndaj fëmijëve, Besar Tehari. Në emrin e Allahut të Gjithëmshirshmit, Mëshirëplotit, respekti I prindërve, detyrat e prindërve ndaj fëmijëve.
Dashuria e besimtarëve të sinqertë është për Allah. Lutje dita për Muhamedit alayhis salam dhe fasëri për babaën. Kulturën në natë babaën, këtë Allah do t'i harron në ahiret. Ka flotëri që në natë babaën nuk i respekton, harron krijesën e tyre, por edhe prindit për ta shumë sakrifikojnë. Nuk ka dinar me që rindin një familje për një nanë e lindet me vështërsi. 2 vjetë e lën pa gjumë dhe jepqi, pasaj ajo jo kur rritet nuk ton me e di. Por edhe baba e familje dhe shumë e tonë. Në rrasë të me islami e të konë, dhe deri ku të rritët me vetë bathje ushqimi furnizon. Regullat të pritërve besimtar musliman nga familje veçeria e para, ta mëson familje që të njohë krijesin e tyre dhe të edukojnë me shkollë islame, edhe shkollë tjetër mëson me mundësi. Në qofë se një dërnjetar do të me bërë si ne që të njësë është besimtar musliman dhe do të thërim një kurban, dhe nëse një vajzë do të thërim një kurban. Prindit do të mësojnë familje namazin, kur janë në veçelisi u rritën shumë për namaz. Prindit marrin përgjegjësi për ta. Dhe deri kur të rritën që me troat të veta të punojnë, prindit ata me Allah t'i furnizojnë. Dhe martesë në tyre të bëjnë vetëm me besimtar. Besimtarët të sinqertë që ato familje të krijojnë diçka. Poezi, Gjeneti, Irina Sulejmani. Në emrin e Allahut të gjithë mëshirshmi me shit ploti, Gjeneti, sa bukur është të mendosh, në Gjenet të jetosh. Filloj islamin të përkujtosh, dhe Allahu çdo herë ta mendosh. Mëshirë të madhe, Allahu ka bëni sejdë për të pandarën, se kjo rrugë është e vërtetë, edhe ti shpreson në Gjenet. Mendoj gëzuar musliman, Gjeneti është ajo që ti e dëshiron, vetëm për Allahun ti punon. Pjardhurimit e ti kuro mos u largo, Gjeneti është të thesarë, Allahu e përgatiti ato për besimtarët. Shpejtohu musliman në rrugët e drejtë e puno, me punët e vepra të mira Gjeneti Poezi, dita e fundit, Elif Hoxha. Në emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm mëshirë ploti, dita e fundit, dalo mirë dhe mendo, ditën e fundit ti kujto, një gjë kur mos haro, Allahun shpesh përkujto. Ditën e fundit do të vi, a thua mua si do të më gjej, a do ta them shahadetin, apo do jem një iri i gjahalijetit. Ansi kur të isha vale, numit e mos ta pres ditën e fundit, të isha zoke të fluturoja ditën e fundit, mos ta përjetoja. Nuk kam kohë për të pentuar, dita e fundit ose për mua, lus Allahu që të më mëshiroj ditën e fundit në islam të jetoj. Tema, cilësitë e Zotit Xheleshanuhu, Erin Sulejmani. Në emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit mëshirë plot. Cilësitë e Allahut Xheleshanuhu janë 14, thubutie dhe dhatie. Thubutie janë 6. Vujud, Zot ka, kidem i përhershëm, beka i angshojshëm, vatanie, Zoti është, muale fetoli në vadith, nuk i njën askujt dhe asgjës, kia mund binefsi, eksiston vetë veti. Thubutie janë 8, hajat, Zoti e tonë, i lëf, di gjithë shka, besar, shet gjithë shka, iradet me vullnetin e vetë bën gjithë shka, kelam, Zoti është i përfuqishëm, të gvin, gjithë shka shpit përmban dhe zhë. Abdesi, Eris Kambeli. Në emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit mëshirë plot. Allahu më dërishëm në Kur'anin famalar thotë: O besimtarë, kur të ndini për të farur, lani fytyrën e duar tua gjeri me vrile, e pastroni kryp e lani këmbët gjeri më nyj. Abdesi. Abdesi është një lloj pastrimi i paraprekatitor për disa adhurime. Marrja abdesit sipas rastit mund të jetë farsë vajib apo sunet. Për shembull, marrja abdesit për faljen e namazit është farsë, për kryen e tavafit është vajib. Farzat e abdesit janë larja e fytyrës një herë, larja e duarve me gjithë krahët deri mbi bryle një herë, prekja me pëllëmën e dorës së labur mes 1/4 e kokës një herë, larja e këmbëve gjeri më nyj një herë. Poezi, besimtari, Adil Imeri.
Tejmumi, Vjollca Sherifi. Në emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit mëshirëplotit. Tejmumi do të thotë pastrim edhe kur nuk gjenetoj. Nëse nuk gjenetoj të marrim abdes usul ose në situata kur edhe pse ka ujë, nuk e mundësi ta përdorësh ujë, merr tejmum edhe të pastër me gënjere ose me në lloj dheu tjetër. Farzet e tejmumit janë 3. Përja njetit, lëshimi i dorëve në dhe të pastër dhe fërkimi i fytyrës, lëshimi i dorëve në dhe të pastër dhe fërkimi i fytyrës dhe fërkimi i dorëve me gjithë krahët deri mbi bëryra. Sunetet e tejmumit janë 6. Fillimi i tejmumit me bismillah, respektimi i renditjes gjatë pastrimit të gjymtyrëve, larja e gjymtyrëve njëra pas tjetrës pa lënë kohë poshtë mes tyre, fërkimi i pëllëmëve të bëhet duke i çuar në fillim para, pastaj duke i tërhequr pas, pëllëma bëhet e shtrirë me gishtat hapur normalisht, janë ngritjes së duarve nga dheu, por që se bëhet dheu në shplakët, atëherë duhet shkëlluar shplakët njëra me tjetrën. Poezi, Vdekja pa besim, Ardit Nesimi. Në emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit mëshirëplotit. Vdekja pa besim, apo e sheh që të ka ardhur vdekja, sa shpirti yt të kaloj jeta. Fenë e Islam e mohove, e në Zot kurrë nuk besove. Të ka ardhur shpirti në krykë, po përgatitesh t'i mbyllësh sytë. Trupi yt po fillon të ftohtë, tash po ikëm për kësaj bote. Përgatitu këti përpar, se me lagjit Allahut në pyetje kanë me të marrë. Nëse Allahu ty të mundëson, përgjigje atyre ke më e dhënë. Pendohu tash se je i ri, e mos thuaj a nuk e di, se pa besimtarin Allahu e dënon, urën e siratit të ismën të kaloj. Nëse Allahu ti e ke adhuruar, vari yt ka me u zgjeruar. Nëse Allahu ti e ke mohuar, dënim të rënd vallahin ke me pritur. Tema, cilësit datije janë, Semra Rexhepi. Në emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit mëshirëplotit. Cilësitë datije janë cilësi të posaçme vetëm për Allahun xhaleshanuhu, të cilat nuk mund të ketë asnjë gjëje tjetër përveç tij. Ato janë el-Wujud, Allahu xhaleshanuhu ekziston dhe mosexistenta e tij është e pamundur. El-Qidem, Allahu xhaleshanuhu është i palindur, ekzistenca e tij nuk ka fillim, sado që pas të shkrim mendimin nuk do të mund në pikore kur ai të mos ketë suar ma. El-Beka, Allahu xhaleshanuhu është i pafund, ekzistenca e tij nuk ka fund, sado që para të shkrim mendimin nuk do të mund të gjenë një pikore kur ai të mos ekzistuar ma. El-Vadanie, Allahu xhaleshanuhu është një dhe vetëm, nuk ka krijues tjetër përveç Allahu xhaleshanuhu dhe nuk ka asnjë gjë tjetër që mund të zotërojë cilësitë e tij. Muhalefetun lil havedi, Allahu xhaleshanuhu nuk i gjan asnjë gjë tjetër, ai është për të gjithë formave dhe mendimeve që mund të vinë në mendimet e tij. Kiamun binefsihi, Allahu xhaleshanuhu ekzistenca e Allahu xhaleshanuhu dhe vazhdimi i kësaj ekzistence nuk ka nevojë për askënd, ato nuk e ka krijuar askush, ai vetëm jeton vetë. Asher, Yusra Mehmeti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Tema, namazi, Selda Nesimi. Në emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit mëshirëplotit. Namazi
Namazi në gjuhën arabe quhet salah. Namazi është një ndër 5 kushtet kryesore të fesë islame. Është obligim i çdo muslimani e muslimanie. Namazi është forma më e lartë e respektit të robëve që ja bën krijesat e tij. Namazi e dallon besimtarin nga jo besimtari. Çka fiton nga namazi? Trupi, shpirti dhe jeta janë shoqërore përfitojnë shumë gjëra me faljen e namazeve. Disa nga dobitë më kryesore të namazit janë: namazi na mundeson që të kujtojmë dhe falenderojmë Allahun xhaleshahu ashtu siç ka hija atij. Namazi na bën të kujtojmë ditën e llogarisë dhe të ahiretit. Namazi na pastron nga gjunahet. Namazi na mëson të jemi të edukuar. Namazi na bën jetën tonë më të frutshme. Namazi na bëhet më shpejt në pastërtisë. Një herë pejgamberi ynë i pyeti shokët: "Çka mendoni? Sikur të ishte lumë para xherrës së ndonjërit prej jush, në cilin do të lahej çdo ditë ka 5 herë. A do të mbeten ato ndyrësi?" Tha: "Nuk do të mbeten kurrë ndyrësie." Muhamedi alayhis salam tha: "Ky është shembulli i 5 kohëve të namazit. Allahu xhaleshahu me faljen e namazeve i shkruan mëkatet." Transmeton Buhari Muslim. Kush e ka farz faljen e namazit? Falja 5 kohëve të namazit u bë farz natën e Miraxhit. Falja 5 kohëve të namazit është farz për çdo musliman që është i shëndosh mentalisht dhe ka hyrë në moshën e pubertetit. Namazi është një urdhër i prerë i Allahu xhaleshahu. Ata që nuk falen, edhe pse dinë se falja është farz, bëjnë gjuna të madhe. Feja jonë kërkon që çdo fëmijë të mëson të falë namazin që në moshë të vogël. Pejgamberi ynë, Muhamedi alayhis salam, ka këshilluar që fëmijët të mësojnë namazin që në moshën 7 vjeçare, ndërkohë i ka dhënë rëndësi faktit që në moshën 10 vjeçare ata të falën rregullisht. Tema: besimin në melekët e Allahut xhaleshahu. Faton Ahmeti. Në emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit mëshirëplotit, dhe melekët e tij, besimin në melekët e Allahut xhaleshahu. Melekët janë krijesat e Allahut xhaleshahu, janë të krijuara nga nuri i drita. Melekët nuk pyjnë, nuk flenë dhe nuk kanë gjini. Detyra e tyre është adhurimi i Allahut xhaleshahu. Numri i melekëve është i madh, të cilin e di vetëm Allahu xhaleshahu. Melekët më të njohur dhe detyrat e tyre. Xhibrili është meleku i cili fjalët dhe librat e Zotit u është pa pejgamberëve. Mikaili është meleku i cili shëndrishkur merret me furnizime që Allahu xhaleshahu ua ka caktuar njerëzve si dhe mbikëqyrë dukurin natyrore, shiun, diellin, erën e tjerë. Azraili është meleku i vdekjes i cili me shpirtin. Israfili do të flisë surit për të dhënë ditën e Kiametit pas ringjalljes e njerëzve pas vdekjes. Kiramen katibin janë melekët që shoqërojnë njeriu në anën e djathtë duke shënuar vepra të mira, në anën e madhe duke shënuar vepra të këqija. Munkiri dhe Nekiri janë dy melekë që do ta presin njeriu në varr. Dova e Tejati, Naren Umeri. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tema: besimin në pejgamberët e Allahut xhaleshahu. Amela Reshiti. Në emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit mëshirëplotit, besimi në pejgamberët e Allahut xhaleshahu. Pejgamberët janë njerëz sikur ne, të cilët Allahu xhaleshahu i ka zgjedhur me qëllim që ata t'u përcjellin e t'u shërojnë urdhat dhe ndalesat e Zotit. Pejgamberët i zgjedh vetë Zoti Allahu xhaleshahu. E zgjedh një person nga ati a dërgon melekun Xhibril, e cili njofton se ai do të jetë pejgamber. Kohë pas kohe ai shkon fjalët e Zotit, Zoti që pejgamberët pas pa tregojnë njerëzve të tjerë. Pejgamberi i fundit është Muhamedi alayhis salam. Allahu xhaleshahu na ka njoftuar se ai nuk do të tregojë më pejgamber tjetër pas tij. Muslimani është i obliguar të observojë të gjitha pejgamberët, prej Ademit alayhis salam deri te Muhamedi
janë dërguar 124.000 pejgamber, për në Kur'an përmendet vetëm 28. Ato janë Adem, Idris, Nuhi, Hudi, Salih, Ibrahim, Luti, Ismail, Jakub, Yusuf, Eyüp, Shuaib, Musa, Haruni, Davuti, Yesai, Dhulkifli, Zekeriya, Yahya, Isa, Uzair, Lokman dhe Muhamedi a.s. Paqja e mëshira e Allahut xhaleshanuhu qoftë mbi të gjitha ata. Pejgamberët më të njohur janë Ademi a.s., Nuhi a.s., Ibrahim a.s., Musa a.s., Isa a.s. dhe Muhamedi a.s. Tema: Besimi në Allahun xhaleshanuhu. Eda Abdullahi. Në emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit mëshirëplotit. Amen të billahi. Besimi në Allahun xhaleshanuhu. Kush është Allahu xhaleshanuhu? Allah është emri i Zotit të vetëm dhe të vërtetë, krijuesit dhe sunduesit të botëve. Muslimanët do t'i bindet se Allahu xhaleshanuhu është krijues i gjithësisë. Çdo gjë që është në natyrë dhe që përfshirë qiellin, diellin, hënën, yjet, tokën dhe të gjitha krijesat e gjalla, përfshirë këtu edhe njeriu që janë krijesat të Allahut xhaleshanuhu. Të gjitha këto rregulla që dominojnë në natyrë dhe në krijesa të ndryshme bëjnë të qartë ekzistimin e Allahut xhaleshanuhu. Si e njohim Allahun xhaleshanuhu? Një prej kushteve kryesore që njeriu duhet të arrijë në këtë jetë, njohja e Zotit, krijuesit, sunduesit, pikëqyrësit, që njerëz absoluti i cili është i përhershëm, i pafillim dhe i pambarim. Para se njeriu t'ia ketë frikë Zotit, duhet ta ketë të qartë varësinë nga ai, nevojën për të. Ndërsa para se ta kuptojë varësinë nga ai, duhet ta njohë atë. Njohja e Zotit është e lehtë për të arritur. Në vetë çmimi i njeriu ka argument për ekzistencën e një fuqie të përkryer mbi natyrore absolute. Në qiell e në tokë, në shumë e në ndërimin e stileve, krijimin e të gjitha gjallësave në qifte, përsosmërinë e krijimit, harmonizimin e lëvizjes së planeteve. Ka argument për ekzistencën e Zotit. Askush pos Allahu xhaleshanuhu nuk mund të na bëjë neve cilësitë dhe emrat e tij të bukur. Poezi Jar nga Harami, Semir Rexhepi. Në emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit mëshirëploti, Lar nga Harami. Të largohemi sa më shumë prej haramit është detyrë e çdo muslimanit. Haram është vepra që Allahu rreptësisht e ndaloi e që në asnjë mënyrë leje nuk kemi që të veprojmë. Për të larguar prej haramit duhet të jemi durimtar, mos i kryejmë vepra që i bën çdo zullumqtar. Ne duhet të frenojmë epshin tonë, se çdo gjë që na ka ndaluar Allahu është për të mirën tonë. Të jemi të vetëdijshëm dhe mirë të kuptojmë gjërat që i kemi të ndaluara në cilën rrugë na drejtojnë. Haram disa gjëra në këtë botë të mos ishin, njerëzit gjatë jetës kur që të zi nuk do të kishin. Allahu i madhërisëm din gjithçka ndaj mëkatet e mëdha, i cakto përgatiti dënimin për atë që nuk do të besoj. Çdo njeri që haramit i afrohet, mirë le ta di se një ditë do të dënohet. Valla, jemi ne më të mençur se ai, përse mos i kryejmë obligimet e tij, kur e dim se krejt janë në të mirën tonë, Allahu e do robin dhe shumë i ndihmon. Të largohemi prej mëkateve, haptasi apo fshehtasi, sepse Allahu gjithçka din në hollësi, se vetëm ne ngelim të turpëruar, kurse Allahun as pak nuk i kemi për ta dëmtuar. Allahu neve të gjithëve na provë prej veprave haram, ai na largon në rrugën e drejtë, të gjithëve na mëshirof, larg nga harami çdo njeri prej nesh kjo. Tema: Haxhi Fjolla Selimi. Në emër të Allahut të gjithë mëshirshmit mëshirëplotit. Haxhi është vizita që kryen në Qabe ose në vendet e shenjta përreth të saj, me qëllim për mbushen e një adhurimi fetar intervalin e caktuar kohor. Haxhi ka dispozitën e farzit ajn i obligim individual dhe atë një herë në jetë. Kemi 3 lloje të kryerjes së haxhit: ifrat, temetu dhe kiram. Muslimani mund të kryejë haxhin sipas njërit nga këtyre 3 llojeve. Ifrat, me këtë lloj haxhi muslimani kryen vetëm haxhin dhe jo umrën. Temetu, në këtë lloj haxhi muslimani kryen haxhin dhe umrën veçmas, duke u futur në ihram veçmas. Në ihramin e parë bëhet
umrja dhe pastaj dilen nga ihrami dhe futemi sërish për hax. Kjo është haxhi me kurban. Kiram, në këtë lloj haxhi muslimani bën niyetin e përbashkët për hax dhe umre, duke u futur vetëm një herë në ihram. Fillimisht bëhet umrja dhe pastaj haxhi pa dalë nga ihrami. Farzet e haxhit: veshja e ihrameve, veshje e veçantë, tavafi, rrotullimin e thjabës dhe qëndrimi në Arafat. Zi, mos haro Jumna Mehmeti. Në emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, mos haro I mëshirshmi të mëshiroj nga të gjitha krijesat të dalloj, të dhash det dhe gjithçka, atë shkon me gjatë të thosh elhamdulillah, ai të udhëron, ta adhurosh e ti vrapon pas kësaj bote po, ti ecën pas knaqësive të kësaj bote, a mendon se si do të jetë gjendja jote, ndalu dhe mendo më mirë, se ke hyrë në një rrugë të vështirë, ke hyrë në teri që s'do të bëhet dritë, a mendo që rinja do të kaloj një ditë, mbështet ju krijuesit o njeri, knaqësitë e kësaj bote nuk kanë dobi, mos e kalo rinjën tënde kot, mos haro se të gjithë t'i dha një Zot. Tema cilësitë subutie janë Sumeja Taili. Në emrin të Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, cilësitë subutie të përsosërisë janë cilësitë të papillimtare dhe të pafundme dhe nuk ngjajnë cilësive të krijesave. El Hayat, Allahu xhaleshanu jeton dhe jeta e tij nuk ka as fillim dhe as fund, jeta e tij nuk varet as nga koha, as nga vështira, as nga shkaqet. Ai e bie çdo gjallësi dhe çdo jetë e tij. El Ain, Allahu xhaleshanu di gjithçka që ndodh në qiell dhe në tokë, nuk ka asgjë që ai të mos di. Ai zgjeron diturinë e qiellit dhe tokës dhe të gjitha gjallësave që ndodhin midis qiellit dhe tokës. Mënyrën e funksionimit të gjithësisë dhe gjitha ngjarjet që ndodhin. Ai di çdo yt që ndodh në gjithësi, për çdo gjë që ka për çdo gjallësi. Ai di dhe sekretet që fshesh të njerëzit, të gjitha di Allahu xhaleshanu është e pakufishme. Es-Sama, Allahu xhaleshanu dëgjon gjithçka, për të nuk ka larg ose afër. Ai dëgjon dhe kupton shumë mirë çdo zë që nxjerr në moment krijesat e tij në gjithësi. Allahu xhaleshanu nuk ka nevojë për organ ose për aparat që të dëgjojë, fuqia e dëgjimit është e pafundme. Beso, Allahu xhaleshanu është gjithçka, për të nuk ka dallim nëse është larg ose afër, e hapur apo e fshehtë, e vogël apo e madhe, ai sheh si ku jemi dhe çfarë veprojmë. Ai nuk ka nevojë për sy që të shikojë, siç kemi nevojë ne. El irade, çdo gjë ndodh me dëshirën e Allahut, asgjë nuk ndodh pa vullnetin e tij. Çdo gjë që ai dëshiron dhe vepron ka qëllimin e dobësitë e veta. El kudra, Allahu xhaleshanu zotëron forcat e pakufishme dhe nuk ka asgjë që nuk e bën dot, gjithashtu atë nuk e pengon dot asgjë që të bëjë atë që dëshiron. Njeriu ti mjafton të studion në vend e universitetin tonë dhe të gjitha ngjarjet që ndodhen në të për të kuptuar më mirë fuqinë e Allahut të mëdhenuar, por dhe krijimi i të gjithë krijesave të tjera është edhe më të vërtetë që tregon fuqinë e Allahut xhaleshanu. El kelam, Allahu xhaleshanu flet pa pasur me për gojë e gjuhës dhe shkronjë, asnjë fjalë ti nuk krahasohet me fjalët e njerëzve. Me libra të shenjtë që njëlloi pejgamberëve nëpërmjet tyre gjithë njerëzimit. El tepi, gjithësia dhe gjithçka që ndodh në të janë krijesat e Allahut xhaleshanu. Ai është i krijuesi, gjallëruesi dhe ushqyesi të gjithë qiellive. Nuk ka krijuesi të përveçti. Ai është i vetëm në ciksin e krijimit. Ai krijon nga asgjëra, pa pas nevojë për ndonjë model, sa të mrekullueshë në ato modele të jenë shpikë teknologjike apo zbulime njerëzore. Ato formohen vetëm për bashkimet e atyre ekzistuese dhe për shërbim të formës së tyre, duke nxjerrë të aftësinë dhe energjinë e objekteve që ekzistojnë. Këto nuk mund të jenë krijime, por zbulime. Tema besimin e ditën e gjykimit, Yusra Mehmeti. Në emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, wal yaumil akhir, besimin në ditën e gjykimit. Kushti i pesë i besimit islam është besimi në ditën e gjykimit. Dita e gjykimit është dita kur Allahu xhaleshanu jep jetën së krijesave në këtë botë. Kur të vjen dita e fundit, Zoti urdhëron melekun Israfil që t'i prijë surin për ta shkatëruar këtë botë. Me këtë do të shkatërohet kjo botë me gjithçka që ka në të, dhe Zoti t'i urdhëroi melekun Israfil që t'i prijë surin për së ditë herë ku të gjithë të vdekurit do të ngjallen dhe do të dalin para Allahut për të dhënë llogari për veprat e tyre. Vendi ku do të tubohen të gjithë njerëzit pas vdekjes emërohet Mahsher. Peshorja ku do të maten të gjithë veprat tona është e njohur me emrin
Ai që ka vdekur si besimtar dhe ka më shumë vepra të mira do të shpërblet me xhennet, kurse ai jo besimtar do të futet në xhehenem. Çfarë na pret pas vdekjes? Berzahri, periudha që fillon me vdekjen e njeriu dhe përfundon me ringjallje ndryshe quhet jeta e varrit. Keme, kiameti, dita kiametit është shkatërimi kozmik përfundimtar ku do të shkatërohet qiell toka dhe të dëshohet i gjithë ky sistem kozmik me fryrjen e surrit nga meleku me emrin Israfil. Ringjallja e të gjitha krijesave nga varrezet me fryrjen e surrit përsëri të vijë nga ana Israfilit. Masheri, vendi ku do të bëhen të gjithë njerëzit pas vdekjes për të dhënë llogari. Libri i veprave, libri ky janë të shënuar me hollësi të gjithë veprat e njeriu të krijuara gjatë jetës në këtë botë. Llogaria, dhënia llogariu tek Allahu xhaleshanuhu për veprat e krijuara në këtë botë. Mizani, peshore saktë dhe përsosur ku do të maten të gjithë veprat tona. Xheneti, vendi ku do të shpërblen besimtarët për veprat e mira të tyre. Xhehenemi, vendi ku do të dënohen gjykatëtarët për veprat e këqija të tyre. Poezi, zbritja e Isait a.s. nga qiell në tokë, Narin Umeri. Në emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit mëshirëploti. Zbritja e Isait a.s. nga qielli në tokë. Në atë kohë Allah fuqiplot me anën e melekëve do të zbresin nga qielli Isain a.s. Mur në mes të besimtarëve musliman do të vijë dhe të t'i përshëndeti ata me selam. Edhe me Diu do të vijë kohët e fundit, jo si pejgamber, por udhëheqës si besimtarëve musliman. Kur do takohet me Diu me Isain, i thotë në prej në namaz, o i dërguari Allahut Isai a.s. Po ai nuk pranon dhe i thotë me Diu që të bëhet për imam, se ti i umetit Muhammedit sallallahu alaihi salam. Pra, kjo është e drejtësia dhe të dërguarve të Allahut. Kur të përballen ushtria të gjallët me ata musliman, atëherë me dorën e tij e flet të gjallën Isai a.s. Pra shqyqoj qartë se Allah gjithmonë bën mrekulli, se Allah është në anën e besimtarëve sinqert. Musliman e jo me ata që bëjnë risi. O Allah, na e forco imanin dhe na bashko me të dërguarit e tu. Kjo është fitim i madh për muslimanët sepse atëherë do të jemi të shpëtuar. Edhe tymi i fortë do të vijë dhe pa besimtarët veten e tyre kanë për ta manguar. Vetëm besimtarët atë në forma të lehtë kanë me kaluar. E një erë e këndshme ka me u paraqit përsi gjumi i ëmbël. Do të vdesin besimtarët në atë ditë. Edhe penda e me gjujve ka me u hapur dhe ujet e liçenit të tapinët të gjithë kanë me tharë. Numrin e tyre nuk e din askush tjetër, përveç atij që i krye për herën të parë. Allah xhaleshanu me anën e një krimit në çopat e tyre shumë shpejtë ka me shafit. Edhe vendin e tyre vetëm ai fuqi plotë e din se ku ka me iqi. Edhe dielli do të lindit nga Perëndon, Allahu i lartë pas kësaj kohe asnjë lutje më apo pendim më asnjësoj nuk ja pranon. Mirë ata që deri në atë kohë nuk janë penduar. Mirë për mohuesi që të gjitha këto argumentet nuk i kanë besuar. Tema: besimin e librat të Allahut xhaleshanuhu, Aida Tahiri. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit mëshirëplotit. Ve këtu bihi. Besimin e librat e Allahut xhaleshanuhu, Allahu xhaleshanuhu pasi e krijoi njeriu nuk e lante humur të lirë, që të adhurojë të cilin të mendonte ai, por e udhëzoi dhe e mësoi atë njeriu nëpërmjet librave të tij. Allahu xhaleshanuhu her pas here njeriu që ka dërguar libra dhe fletushka në mënyrë që mund të gjejë rrugën e drejtë në jetën e kësaj bote. Në këta libra Allahu xhaleshanuhu i ka zbritur mësimet që përmbajnë urdhrat dhe ndalesat, rrugët që duhet të ndjek për të qenë i lumtur në këtë jetë, dhe i shpërblyur me xhennetet e Allahu xhaleshanuhu në botën tjetër. Libra
Gjeleshanuhu i nda në libra të mëndhej dhe në libra të vregjet, e qëndrysh e quhen Suhuful Fetoshar. Libra të mëndhej janë Teurati ka zbritur Musait a.s. Zeburi ka zbritur Davudit a.s. Injili ka zbritur Isait a.s. dhe Kurani ka zbritur Muhammedit a.s. Suhuful Fetoshat janë 10 të Ademit a.s., 50 të Shqitit a.s., 30 të Idrisit a.s. dhe 10 të Ibrahimit a.s. Poezi, Mbulesa, Ainin Tahiri. Në emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit mëshirploti, bule Allahu ka urdhëruar, femra për të mbuluar, bulesa është vepër e madhe, vëjëri në kokë mori motra mos lakmoni në gjahelie, se bulesa është knaqësi e vërtet, bulesa për ty është lumturi, Allahu me të jep bukuri, krenohu ti me shami, ajo për ty ka dobi, buloje kokën e ke obligim, se për të do të kesh përblim, keni frikë Zotin oj motra, mos i kaloni ditët e kota, mos merrni këshilla nga shajtani, Allahu ju ruan nga harami. Tema, Allah'a iman, meleklere iman. Kayra Süleymani. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıdır. Ergenlik çağına girmiş olan her akıllı insana, ilk önce farz olan Allahu Teala'nın varlığına ve birliğine inanmaktır. Allah'ın zatı hakkında bilgimiz yoktur. Çünkü Allah birdir. Onun zatı hakkında düşünmek de caiz değildir. Zira bu akılla yalnız Allah'ın sıfatlarını bilmekle yükümlüyüz. Yoksa onun zatını anlamakla müftedir değiliz. Allah'ın sıfatları iki kısımdır. Zatı sıfatlar ve subuti sıfatlar. Zatı sıfatlar 6 kısımdır, subuti sıfatlar 8 kısımdır. Zatı sıfatlar, vücut, Allah vardır, kıdem varlığının başlangıcı yoktur. Beka varlığının sonu yoktur. Vahdaniyet, Allah birdir. Muhallefetun lil havadis, sonradan yaratılmışlara hiç benzemez. Kıyam bir nefsi hiçbir şeye muhtaç değildir. Subuti sıfatlar, hayat, Allah birdir. Muhallefetun lil havadis, sonradan yaratılmışlara hiç benzemez. Beka, sonradan yaratılmışlara hiç benzemez. Meleklere iman, melek Allah'ın nurundan yaratılmış, gözle görülmeyen şerif ve yüksek varlıklardır. Meleklerin görevleri, Allah'a hamd etmek, onu zikretmek, onu tesbih etmek, Allah ne emrediyorsa onu yapmaktır. En büyük 4 meleğin görevleri şunlardır. Mikail peygamberlere vahiy ve kitap getirir. Cebrail tabiat ve rızık olaylarıyla görevlidir. İsrafil kıyamette sure üflemekle görevlidir ve Azrail Allah'ın emriyle can almakla görevlidir. Tema, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahiret gününe iman, kadere ve kazaya iman. Merve Yazi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Kitaplara iman. Allah Teala razı olduğu dini göstermek, emirlerini ve yasaklarını bildirmek için peygamberlerden bazılarına büyük kitaplar, bazılarına da sahifeler göndermiştir. Sahifeler 100, büyük kitaplarda 4 olmak üzere hepsi 104'tür. Sahifeler 10 sayfa Hazreti Adem'e, 50 sayfa Hazreti Şit'e, 30 sayfa Hazreti İdris'e ve 10 sayfa Hazreti İbrahim'e, büyük kitaplar Tevrat Hazreti Musa'ya, Zebur Hazreti Davud'a, İncil Hazreti İsa'ya ve Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim'den başka kitapların, sahifelerin her biri bir zamana, bir millete gönderildiğinden zamanları geçmiş, yürük yükten kalkmış ve hükümleri kalmamıştır. Kur'an-ı Kerim ise bütün insanlara gönderildiğinden onun hükmü kıyamete kadar devam edecektir. Peygamberlere iman. Peygamber Allah Teala'nın kullarına dilediği her şeyi bildirmek için seçtiği ve görevlendirdiği insandır. Kendisine kitap ve şeriat verilen veya önceki peygamberin şeriatına yeni hükümler ilave eden peygamberlere Resul, gönderilmeyenlere de Nebi denir.
Resul aynı zamanda Nebidir. Fakat her Nebi Resul değildir. Peygamberlerin sıfatları, sıdk, doğruluk, emanet, güvenilir olmak, tebliğ, emirleri tebliğ etmek, fetanet, zeki olmak, ismet, hiç günah işlememek, zükûret, erkeklik. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberler 25'tir. Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şuab, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Elyese, Yunus, Zülkif, Zekeriya, Yahya, İsa, Muhammed Aleyhisselam Hazretleri'dir. Üzeyir, Lokman ve Zülkarneyn adındaki 3 zatın peygamber ve veli mi oldukları belli değildir. Bunlarla beraber hepsi 28'dir. Kader ve kazaya iman. Kader Allah Teala'nın ezelden ebede kadar olacak bütün olayların nerede olacağını, nasıl olacağını, ne zaman olacağını ezelde bilip takdir ve tayin etmesidir. Kaza Allah Teala'nın ezelde takdir ettiği olayların zamanı geldiğinde takdire uygun bir şekilde ortaya çıkmasıdır. Kader bir program, kaza ise ona uygun olarak yapılan iş demektir. Ahiret gününe iman, ahiret canlı cansız bütün varlıkların yok olmasıyla başlayan ve sonsuza kadar devam edecek bir süreçtir. Biz Müslümanlar ölümden sonra sonsuz bir hayatın varlığına inanırız. Ahiretle ilgili meseleler, isimler dünyadakilerle hiç ölçülmez. Ahirette İsrafil sura üfürecek, insanların amelleri dağıtılacak. Herkesin defteri ortaya çıkacak, Sırat Köprüsü'nden geçirecek dediğimiz zaman hatırınıza dünyadaki gibi bir boru, bir köprü, bir terazi, kağıttan bir defter gelmesin. Onlar o aleme aittir. Hakikatlerini yalnız Allah bilir. Biz asıllarına iman eder, hakikatlerini Allah'a bırakırız. Poezija Allah birdir, Rana Abdullah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıdır. Allah birdir. Başarı sadece Allah'tadır. Allah birdir. Yeri göğü yaratandır. Allah birdir. Anne ve babamızı yaratandır. Allah birdir. Vatanımızı koruyandır. Allah birdir. Hayvanları doyurandır. Allah birdir. Çiçekleri açtırandır. Allah birdir. Kokuları verendir. İnsan koklar doya doya. Allah'a şükreder, Allah birdir der. Allah birdir. Irmaklar, denizler hep Allah'ındır. Allah birdir. Yaşadığımız dünyayı verendir. Düşünmediğimiz kadar güzel cenneti gösterendir. İnşallah Allah hep birdir. Tema Besimine takdimin Allah Celle Şanuhu. Yeterlika. Në emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit mëshirëplotit, ve bil kaderi, hajrihi ve sherrihi min Allahi Teala. Allahu Gjeleshanuhu në Kur'anin famuljar tëre. Vërtet, në çdo gjë e kemi krijuar në masë të paracaktuar. Besimi në caktimin e Allahu Gjeleshanuhu, kadan dhe kaderin. Kushti i gjashtë i besimit islam është besimi në kadan dhe kaderin në Allahu Gjeleshanuhu. Fjala kader do të thotë caktim, fat, kismet, kurse si termi islam do të thotë që Zoti ka caktuar qysh në erzej, para kohë, para histori, për shumë çka që ndodh në natyrë, si lindja e njerëzve dhe vdekja e tyre, rënja e shiut, rënja e borës dhe fenomeneve të ndryshme në natyrë. Fjala qada do të thotë realizim, kryerje, çuarje në vend, kurse si termi islam do të thotë që Zoti ta caktojë, ta realizojë ata që ka caktuar në para kohë, kur të vi momenti që ai ka caktuar të vinë një fëmijë. Zoti krijon të gjitha mundësi që ai fëmijë të vinë, dhe nuk ka mundësi që të mos vinë. E njëjta vlen edhe për vdekjen, për rreshtin e natyrë, tërmetjen, vulkanin e të tjerë. Ne si muslimanë, besim se Allahu Gjeleshanuhu është krijues edhe të mirës edhe të keqes. Mirpo ai nuk është i kënaqur në punën e keqe. Njeriu është i lirë për punën të cilën Zoti e ka lënë të lirë. Njeriu është i lirë të besoj ose të mos besoj, të punoj ose të mos punoj, të flej ose të mos flej, të ecë ose të mos ecë, të mësoj ose të mos mësoj. Mirpo ai nuk mund të vendosë sa do të lindet ose jo, sa do të vdesë ose jo. Njeriu nuk mund të vendosë kur do të bjerë shi e kur jo. Prandaj njeriu është përgjegjës për veprat e sillë që ai kryen në vullnetin e vet të lirë. Njeriu është i lirë, nëse njeriu dëshiron të hajë ushqim, Zoti ia mundson të hajë ushqim. Kur njeriu dëshiron të flejë, Zoti ia mundson të flejë.
Kur njeriu dëshiron të ecë, Zoti e mundson të ecë. Pra i jep krejt kushtet për të ecur. Kur njeriu dëshiron të bëjë një punë tjetër të mirë, Zoti e mundson këtë. Por edhe kur njeriu dëshiron të bëjë një punë të keqe, si të pijë alkool, të rrej, të hiq me dikë, ai nuk ta bëj këtë sepse është i lirë. Mirëpo Zoti nuk është i kënaqur me këtë punë të keqe që njeriu dëshiron të bëjë. Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin formular thotë: por mund të urreni një gjë, ndërkohë që ajo është e mirë për ju, dhe mund të doni një gjë, ndërkohë që ajo është e dëmshme për ju. Allahu di, kurse ju nuk dini. Sura El-Bekare, ajeti 116. Poezi, ka deri çdo gjë me përcaktim, Akil Imeri. Në emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, ka deri çdo gjë me përcaktimin e Allahut. E mirat e keqe që ka ndodhur, Allahu i ka sjellur që njerëzit me këto me provuar. Po në mes tyre ka një sekret, se kush prej njerëzve do të jetë i matër i duruar dhe kush do të jetë i kutër i shtrenuar. Allahu është i pagaruar gjithmonë. Çdo i keqe që na vjen, ajo është ka vetja jonë. Për besimtarët e vërtetë, musliman, kur vjen fatkeqësia ta durojnë. Po pa besimtarët në ta mira gëzojnë me shejtanin. E në fatkeqësi veten e tyre mankojnë. Ata që janë të bindur se e mira dhe e keqja janë të përcaktuar prej Rahmanit, kjo është mënyra më e mirë për të larguar dyshimet e shejtanit. Për besimtarët e sinqertë, e mira dhe e keqja për njeriu janë hak. Duke qenë të bindur se Allah nuk ju ka bërë pa drejtësi as pak, që me krijimin e kësaj dynjaje, Allah çdo gjë e saktë ka përcaktuar. Çdo gjë që ndodhet në moment apo në venes është në dijenin e krijesës së gjithësisë, dhe ai shumë saktë i ka projektuar. Këto që ju përmendëm, vetëm ata që njësojnë Zotin e të vetëm i besojnë, pa ata që besojnë shumë Zotin, këto nuk i kuptojnë. Pa besimtarët le ta dinë se nuk mund të jenë të qetësuar. Allah nuk pranon besimet e kota, sa i vetë është i madhëruar. Çdo njeriu kur i ndodh fatkeqësia, shejtani më shumë ka besimin e njeriu të largon. Po për besimtarët e devotshëm musliman, e kalojnë me durim dhe Allahu ata i forcon. Nuk duhet njeriu të zemrohet prej atij që e ka krijuar, se çdo çështje e madhe apo e vogël është vetëm në fuqinë e Allahut. Edhe askush tjetër nuk mundet me ndryshuar. Asher Yasin Ahmeti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت هل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة
Asher, Berat Vođa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. Asher, Merve Yazi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فكان لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Asher, Sumaya Tairi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Asher, Arbi Bavjali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Ilahije, o moj Palestin, Eda dhe Ela. Poezi, Krisma e Kiametit, Ela Lika. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit mëshirëplotit. Krisma e Kiametit, për me mohuesit Kiameti ka marrë, dhe me sytë e tyre ka më shikuar. Ajo është dita që nuk ka kohë për të këtuar. Nga krisma më e madhe e Kiametit do të vdesi çdo gjë e gjallë që Allahu e dëshiron. Edhe do të nxjerrë çka ka për asaj, se Allahu atë ditë ashtu e urdhëron. Israfil alayhis salam friksurin dy herë. Ajo është ditë e Allahutarisë, mirë për mohuesit e të Krishtit, që e kishin haruar ditën e llogarisë, e kuptojnë humbjen e madhe
dhe shkrimet tjera të ditë është një promasa. Do t'i lutemi Allah për të thyer dunia e për t'i falur dhe rekate namaz, për Allah më vështër i thot, ajo dërgova i vështall të qartës për kame, sot është dita e shkrimit dhe besimi juaj nuk ka asnjë të rashtuar para Allahut që plot do të jetë qoftë me laj, gjint apo lini, asnjëra nuk të flas apo të shikoj njëri tjetrin, pas se tjetër të shikoj vetën e tij. Llogaria është atë më madhe, sa që nëna baba nuk pyesin për vëmën e tij, mjafton libri i shkrimeve i siç e ficot i bardh apo i zi, pas të mballoj llogaria të qytetit dhe ku kam shkuar, të shpëtuar e knaqësi të përgjeshme të të ato të gjitha argumentet e Allahut për që nuk kam besuar. O Allah, daj me shpirtin të plot pras të bëhet kiameti, se vetëm ti je sënitari i gjithësisë, i pavdekshëm e vërteti, kështu nga besimtarët të thonë Allah mos e bëj kiameti, se xheneti është vetë i tillë me dëshkimet e tij. Nuk mund të paramendohet kënaqësitë apo dëshkimet që i presin njerëzit, se ato akoma askush nuk ka pa, por kur të përjetojë ato në botën tjetër, atëherë shikohet qartë se kush është i gëzuar e kush është duke qartë. Më i mirë se njëri asnjë tjetër më ia mësuar, por kur ai helmohet asnjë nuk do të shihua. Një recitim dhe zënës i surës El-Fatiha nga zënësja Tara Shahini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Përkthimi një ajeti kuranor, ajeti 49 i surës El-Kehf në 5 gjuhë, arabisht, shqip, bosnjakisht, turqisht dhe anglisht. Someja, kajra, merve, vjollca dhe semra. Bismillahirrahmanirrahim. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. I kërkojmë mbrojtja Allahut që të më mbrojë nga shejtani i mallkuar, të gjithë mëshirshmit më shirplotit, dhe libri i veprave të tyre do të vujet përpara dhe do të shohë gjunaqtarët se zi do të tmerrohen nga ata që do të gjenden në të dhe do të thonë, të mjerët ne, çfarë është ky libër që nuk pas ka lënë asnjë vepër të madhe apo të vogël pa e shënuar atë. Në të do të gjenden të shënuar gjithçka që kanë punuar. Zoti yt nuk i bën padrejtësi askujt. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Önlerine amel defterleri de konulmuştur. Artık o mücrimleri içinde bulundukları durumdan dolayı titreşirlerken ve eyvah bize, bu defterde ne acayip, küçük büyük ne varsa hepsini zapt etmiş dediklerini görürsün. Ve bütün yaptıklarını hazır bulmuşlardır. Rabbim kimseye zulmetmez. Utjesim se Allahu od prokletog šejtana, u ime Allaha milostivog samilosnog, i bit se postavljena knjiga odjeljiva za obračun pacnost, vidjeti grešnije kako strahuju onoga što je u njoj knjizi. Tvoj gospodar učini nepravdu. And the wicked and the book of sins will be open, and you'll see the wicked in fear of what's wrong with it, and they will cry, "Who to us? What kind of record is this? Who has no
Tema: Hutbeja e lavdëmirës së Muhamedit alayhis salam në Arafat. Tara Shahini. Bismillahirrahmanirrahim. Hutbeja e lavdëmirës së Muhamedit alayhis salam në Arafat. O njerëz, dëgjoni çdo t'ju them, sepse nuk e di a do t'i takoj sërish në këtë vend pas këtij viti. O njerëz, frikohuni nga Zoti, respektojeni atë. Bëhuni të njerëzishëm dhe të drejtë ndaj vetes ndaj të tjerëve. Kjo është dita e flimeve në emër të Allahut. Në të vërtetë, gjaku juaj, pasuria juaj janë të shenjta për ju, derisa të takoheni me krijuesin tuaj. Ashtu siç është e shenjtë, edhe kjo ditë, në këtë muaj dhe në këtë vend. Ruajini, respektojeni dhe nderojeni vlerën e personalitetit dhe dignitetit njerëzor. Njeriu është vepër madhështore e Allahut. Dhe vaj për atë, kush e përçmon vlerën dhe dignitetin e veprës së Allahut. O besim drejt, dëgjoni çdo t'ju them, sepse ka përfunduar koha e mosdijes dhe traditave të këqija, që njerëzimit i ka sjell aq fatkeqësi të rënda. Unë ua kam treguar rrugën e shpëtimit, drejt së cilës duhet ecur. Gjësendet që janë dhënë në emanet, t'i ruani si të juajat, dhe besnikërisht t'ua ktheni në kohë atyre që u përkasin. Gjakmarrja është ndaluar. Të gjitha akuza që rrjedhin në kohën para Islamit anullohen. Akuza e parë e këtill që të anullohet është gjakmarrja e Axhëstim, Amir ibn Rebi ibn Abdul Mutalibit, të cilin pa faj e mbytën njerëzit e fisit Hudhejl. Kjo gjakmarrje le të harrohet dhe të gjitha të tjerat në të ardhmen le të falen. Fajdeja dhe kamata janë të ndaluara. Huadhënësi nga huamarrësi mund të marrë vetëm atë që në të vërtetë ja ka huazuar. Hua që i nështron këtij vendimi janë huat e Axhëstim, Abbasit, i cili ka pasur mjaft përshnit. O njerëz, mos kërkoni kamat nga përshnit. Dëgjoni këshillën time dhe pasuria juaj do t'ju shtohet, sepse juve ju ngelet kryegjeja për tregti dhe për punë të ndershme. Nëse nuk e bëni këtë, djeni se keni zemëruar shumë Allahun dhe të dërguarin e tij. Nëse poshtriu juaj është në vështirësira, ja vazhdoni afatin. E nëse jeni në gjendje që t'i afalni, ajo është edhe më mirë për ju. Nëse, o njerëz, o besim drejt, frikoni nga Allahu, ai gjithnjë e sheh punën tuaj. Ju, derisa do të mund të veproni sipas Kuranit dhe Sunetit tim, kur nuk do të lajthitni. Kur do të obligoheni që një borxh ta ktheni në kohë, dhe kur do të bëni marrëveshje, të gjitha e bëni me shkrim, dhe besnikërisht ja theksoni afatin e pagimit. O të vdekshëm, dëgjojeni dhe ta duani Zotin, krijuesin e tërë asaj që është materiale dhe jo materiale, i cili krijon meshkuj e femna në të cilën shtohet të zhvillohet gjinia njerëzore. O njerëz, frikoni nga Allahu, në ndihmën, prehjen dhe mëshirën të gjithë ne jemi të udhëzuar. Ne të gjithë jemi të vdekshëm. Andaj, për çdo rast, jemi më afër vdekjes dhe takimit me të, me Allahun xhaleshanuhu, me gjykatësinë e drejtë. Respektojeni farefisin, besnikërisht mbi përmbushjet e tyra që ekzistojnë, mes burrit dhe gruas dhe mes prindërve dhe fëmijëve. Fëmia fiton xhenetin në përkujdesjen e babës dhe nënës. Të ruheni nga prostitucioni, nga tradhtia bashkëshortore dhe nga xhelozia. Prostitucioni dhe tradhtia bashkëshortore janë mëkate të rënda, ndërkaq xhelozia shtëpie ka përçarje në martesë bashkëshortore. Martohuni me ato të cilët i doni, e kur vullneti i Zotit ju bashkon, atëherë respektoni mes veti dhe jetoni në dashuri e në harmoni. O besimtar, ndaj grave tuaja silluni me shumë mirësi e dashuri. Besimtar, largoni nga tëresat dhe përgojimeve. Ata, të cilët u bën shpifje grave të ndershme, le të jenë të mallkuar në të dy botërat. Ata, të cilët i akuzojnë gratë e ndershme për tradhtinë e martesë apo për amoralitet, e për këtë nuk mund të sjellin 4 dëshmitar të besueshëm. I dënoni me 80 goditje dhe asnjëherë në të ardhmen që mos u besoni, sepse ata janë njerëz të poshtër, të fliqë e jo besim drejt. Nëse ndjeni se ndaj grave tuaj është zvogëluar dashuria, mos nxitoni, mendoni mirë. Pastaj Allahu mes këtij sprovimi ju udhëzon në rrugën e fatit të ri e të madh. Mos kërkoni
shka që të arsyeshme. Sepse prej të gjithave gjërave që Allahu i ka lejuar, më së tepër mi e uren shkurorëzimin. O besimtar, gratë tuaja ndërzuar në bes të Zotit. Respektojeni ata amanet të Zotit Gjeleshanuhu. O njerëz, sot djalli i mallkuar është dëshpëruar, sepse përsoi humbje dhe nuk mund të ndikojë në ju. Ju megjithatë, bëhuni të kujdesshëm, që edhe ai i mallkuari mos ju gënjej edhe për gjëra më të vogla. O musliman, kur ta ndani dhe ta caktoni në mes vetit trashëgimin tuaj, bëhuni të drejtë dhe përbahuni në librin e Zotit. Respektojeni pasurinë e të miturve, të paaftëve dhe të marrëve. Zoti secilit ja ka dhënë të drejtën e vet. Andaj nuk ka nevojë që trashëgimi ja t'i bëjë testament dikujt. Për testament vjen vetëm 1/3 e trashëgimisë. Fëmia i takon atij në shtratin e të cilit është lindur. Kush pohon se i takon tjetër kujt, atë do ta bëri mallkimin e Zotit. Nuk i lejohet gruas që të jap diç nga pasuria burrit pa lejen e tij. Borxhi duhet paguar, ndërsa sentin e huazuar duhet kthyer. Dhurata duhet të kthehet me dhurata. Kush hyr për t'i ka dorëzën, ai obligohet si me përgjegjësi, ashtu edhe me dorëzani. Me shërbëtorët tu silluni njerëzisht, i ushqeni sikur se ushqeni veten, i vishni sikur se visheni vet. Nuk guxoni t'u bëni keq, e as t'i keq përdorni. Edhe ata janë njerëz, edhe ata janë shërbëtorë të Zotit Gjeleshanuhu. O besim drejt, dëgjoni se çdo t'ju them, dhe kur të mos harroni se të gjithë muslimanët në botë janë vëllezër. Kur të gjithë ju jeni plotësisht të njëjtë, në të drejta dhe në obligime. Kur fal përparësie, nuk ka i ziu nga i bardhi, i verdhi nga i kuqi, apo arabi nga jo arabi, apo jo arabi nga arabi. Qëllimi është që të jetë vëlla muslimani i fesë së vërtet. Në realitet, ne të gjithë jemi pasardhës të Ademit. Të gjithë ata që e kanë pranuar, e pranojnë dhe që do ta pranojnë fenë e vërtet të Muhamedit alayhis salam, do të jenë të dashur dhe të falur në botën e përjetshme të ahiretit, nga i madhi, plotfuqishmi dhe i plotfuqishmi Zot. O musliman, respektojeni dhe dujeni mes vetes. Nuk guxoni njëri tjetrin ta ofendoni, nuk guxoni njëri tjetrin çfarë do qoftë që t'ia grabitni. Merreni me atë që me vetë dëshirë ju jepet. Respektojeni pacenueshmërinë e pasurive tuaja derisa janë në frymën e ligjeve të Zotit. Islami dhe interesi dhe të jenë mbi ju dhe në interesat tuaja personale. Dhe në punë për Islam të jepni prej veti gjithçka që mundeni. Kurrë të drejtën e askujt të mos e shkelni. Vetvetes mos i bëni dhunë dhe inat. Mos harroni se mëshira është një ndër bazat e Islamit. O besim drejt, o musliman, dëgjoni se çdo t'ju them dhe mbajeni mend mirë. Unë po e lë librin e Zotit, Kurani, i cili nëse i përbaheni gjithnjë, do t'ju ruaj që të mos e humni rrugën e drejtë dhe të drejtësisë. Kurani është libër i qartë dhe i shenjtë, vepër e vërtetë e Allahut në të cilën nuk ka dyshim. Para vetes e keni tërë jetën time. Gjithçka që kanë folur dhe që kanë punuar, janë përpiqur që të jenë për pushmërinë e plotë me urdhërat e Allahut. O besim drejt, folni gjithnjë të drejtën e pastër. Mos harroni se drejtësia është motër e mirësjelljes. Frikohuni nga Allahu, ai gjithnjë e sheh punën tuaj. O njerëz, dëgjuat porosinë time, zhytni në zemrat dhe në jetën tuaj. Të gjithë ata që i kanë dëgjuar këto fjalët e mia dhe dua përsëritin atyre që nuk i kanë dëgjuar, sepse prej tyre mund të ketë edhe më të kuptueshëm. Pas një pauze të shkurtër, i dërguari i Zotit me një zë të butë foli. O Zoti im, a e kam përmbushur misionin e besuar dhe detyrën time? O i dërguari i Zotit, ti besnikërisht e ke përmbushur detyrën tënde dhe ne na ke komunikuar se çka të ka thënë, se çka të ka urdhëruar Allahu. U përgjigjen më se 100.000 haxhin të pranishëm. Pastaj i dërguari i Zotit me një zë solemn foli. O Zoti im, dëshmo, në atë të njëjtën ditë, Zoti i lavdishëm shpalli edhe ajetin e fundit të Kuranit. Sot juve unë ka përkryer
kryer fenë tuaj dhe begatit time ndaj jush e ka plotësuar. Dhe jam I kënaqur që feja islame të jetë feja juaj. Surja Al-Maide 2, ajeti 3. Fjala përshëndetje, Sumeja Taibi. Paqja, mëshira dhe shpëtimi I Allahut qoftë mbi ju. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të mëshiruesit mëshirëbërësit. Falëndrimi dhe lavdërimi qoftë Allahut, Zotit të botrave për të gjithë të mira. Gjithashtu falëndrimi qoftë Allahut edhe për atë që na udhëzon në rrugë të drejtë. Falëndrimi qoftë pejgamberit alayhis salam, shokëve të tij, ashabëve dhe të gjithë muslimanëve të devotshëm që me mundjen, sakrificën dhe jetën e tyre bën të mundshme që feja islame të dalë në drejtë dhe jetojë në rrugën e besimit. Falënderimi ju qoftë juve xhamat o xhamat që në prezencën tuaj zbukuroni këtë manifestim. Jemi shumë të lumtur që patëm fatin të ndjekim mësimet fetar dhe për këtë arsye këtë çaste janë të papërshkruara për ne. E posaçërisht atmosfera festive e këtij manifestimi. Jemi të bitur se ju si prindër dhe hoxhallar jeni gjithashtu shumë të lumtur kur e shihni rezultatin e punës së mundit, nga se jemi të mendimit se në mësimin ton është edhe ardhmëria e fesë islame në vendin ton. Na vjen shumë keq dhe ndjem keqardhje për shumicën e moshatarëve tonë, të cilët nuk patën fatin dhe mundësinë për të ndjekur mësimin fetar, dhe të përjetojmë këto çaste të paharruara festive. Mirërisht, siç duket, disa nga prindërit akoma nuk e kanë kuptuar rolin e tyre si prind, si muslimanë dhe nuk janë duke kryer obligimin e tyre si prind. Harron se kanë fëmijë dhe se janë përgjegjës për edukimin e tyre. Të dashur prindër, keni mashik për këta fëmijë tuaj, treguat ta ndjekin mësimin fetar, mos lejoni t'i edukojë rruga dhe koha. Mos I hudhni me duart e juaja në zjarr që Prindër të dashur, ju fort mirë dini se feja islame është armonet që është bartur nga gjenerata në gjenerat dhe duhet të bartet edhe më tej gjerën e ditën e kiametit. Këtë amanet mund ta bartin vetëm muslimanët e mirë të cilët me veprat e tyre bëhen shembull për krye për fëmijët e tyre. Gjithë kjo mjaft e rëndësishme për ata që e kuptojnë rolin e edukatës së fëmijëve dhe rolin e mësimit fetar, nga se pa mësim fetar nuk ka perspektivë për vetë fenë islame në vendin tonë. Më në fund, në emër të moshatarëve të mi, I përshëndes të gjithë pjesëmarrësit e këtij manifestimi që me prezencën e tyre zbukuron këtë turim. Posaçërisht I përshëndesim hoxhallarët, mysafirët dhe përfaqësuesit e organeve kompetente që mundsojnë ndjekjen dhe zhvillimin e mësimit fetar. Posaçërisht E përshëndesim dhe falenderojmë shumë muftion tonë të nderuar dhe shumë të respektuar, profesor Dr. Hafez Selver Efendi Xhenaili, gjithashtu muftion e Peshkupis, magjistër Muise Efendi Kurtulla. E falenderojmë të shumë për zemërsisht muallimin tonë të nderuar Jusuf Efendiun për mundësinë dhe përpjekjen e tij të pakushtuar që dha për arritjen e përfundimit dhe kurrizimit me sukses të kësaj hapje madhështore. Lutim Allahun që të na shpërblejë me shpërblimet e tij të pakufishme. Gjithashtu I lutemi Allahun xhaleshanu që t'i pranojë t'i bëjë kabul lutjet tona dhe të na mundsojë që edhe në të ardhmen të kemi manifestime të këtilla. Amin. Leximi I sureve prej surës El-Fil deri në fillim të surës El-Bekara, ajeti 1 deri 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا
شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال في كتابه الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Falëndrimet dhe lavdimet I takojnë vetëm Allahut të madhnueshëm, krijuesit të botrave, mëshiruesit të gjithëmëshirshëm e sunduesit të ditës së gjykimit.
Falëndrimi dhe lavdimi mbi Zotin e botrave qoftë si në Kuranin famullar thot, ne zbritëm Kuranin dhe ne padyshim do ta mbrojmë atë. Në fillim e falënderojmë atë madhin Allah e salavatet të përzemërt e dërguar atij Muhammed Mustafa. Salavate e selam dhe për shokët e pejgamberit alayhis salam, të cilët jetuan me pejgamberin alayhis salam dhe trashëguan rrugën e Kuranit famullar me sinqeritet dhe dëshmëri. Të lutim i Tij madhi Perëndi për hir të leximit të Kuranit Kerimit na bën të mundur edhe gjithë neve në xhennet me hiç. Ja Rabbi, me emrin tënd përfillojmë rahmetin në mbulëlutje bëjmë. Ja Rabbi, rahmetin tënd ne kërkojmë se të gjithë na me shpirt e zemër të besojmë. Të lutim i Tij, o Zoti, mos e lako zemrat tona pasi na udhëzove në rrugë të drejtë, na udhëzon neve mëshirues, na udhëzon neve o mirës së përgjithshëm. O Zoti, na jep të mirën në këtë dhe në botën tjetër. Na fal neve o mëshirues, na fal neve o mirës së përgjithshëm. Të lutim i Tij, o Zoti i gjithësisë, na bën Kuranin shok dhe udhëzues në këtë dunja, shpëtues në botën tjetër e shefat në ditën e gjykimit. Të lutim i Tij, o Zoti i gjithësisë, se vapët e fituara nga leximi i hatmeve të Kuranit azimsham, e dije qofshin në shpirtin e Muhammed Mustafas, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, mbi të gjithë besimtarët e besimtarët. E sidomos të lutim nga thellësia e zemrave tona, se vapët e fituara nga leximi i hatmeve të Kuranit famullar, e dije qofshin mbi këta nxënës të cilët kanë lexuar Kuranin, mbi mualimin e tyre, mbi prindërit e tyre dhe mbi të gjithë besimtarët e besimtarët. Dhe në fund të lutim i Tij, o Zoti i gjithësisë, për hir të leximit të Kuranit famullar, këta nxënës të cilët kanë lexuar Kuranin, udhëzoj ata në rrugën e drejtë, e jepu edhe jetë e shëndet, edhe shumë suksese në jetë. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا دعاءنا كما تقبلت من عبادك الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا بحرمة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. Të pranishëm, fillimisht falenderojmë Allahun xhelle shanuhu ve xhelle xhelaluhu, krijuesin e gjithësisë, i cili na mundsoi që sot të jemi prezent në këtë mexhlis të këndshëm në rastin e përfundimit të leximit të Kuranit, gjithsesi brodhjes së hatmes së Kuranit fisnik. Salavatet, selamet, përshëndetjet ja përcjellin pejgamberit tonë të dashur Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, që në rastin ton, pra në manifestimin ton paraqet mualimin e parë të fjalës së Allahut xhelle shanuhu xhelle xhelaluhu, që hallk pas hallke në zinxhirin e mualimëve rreshtohen edhe mualimët tonë që sot i mësojnë dhe edukojnë brezat e arshëm. Të nderuar, të pranishëm, siç e shihni ju, prezenca juaj pra për të vënë në dukje rëndësi, peshën, vlerën e mësimit të Kuranit dhe për të respektuar këto nxënës, sot përpos familjarëve, dashamirëve, besimtarëve që janë këtu, e kanë respektuar këtë mexhlis një numër bukur i madh i hoxhallarëve, krahas asaj që janë me detyra me vazife, por kanë ndarë kohë që të jenë këtu prezent. Gjithashtu, siç e theksoi edhe Mahmud Efendiu, kemi prezent edhe drejtorët nga riaseti i Bashkisë Islame, siç u theksuan, por kemi misafirë edhe nga Shqipëria, siç është muftiu i muftinisë Peshkopis, Mois Efendi Kurtulla, që të gjithë këta shfrytëzoj rastin të falenderoj për pjesëmarrjen, por gjithashtu shprehi mirënjohje dhe konsiderat të veçantë edhe për ju xhamat që keni ndarë kohë dhe për disiplinën dhe kulturën e lartë në ndjekjen e këtij programi jashtëzakonisht të bukur dhe përmbajtësor.
Është e vërtet, jam i bindur që nuk ka vend më për fjalë pas këtij programi që ishte gjithë përfshirës, duke na sjellë këtu përpara nesh mësime nga kultura islame, mësime të thella për fenë islame, por që ishte e veçanta prezentimin e leximit të Kuranit në formën më të bukur, që është edhe një dëshmi, një argument se kanë pasur një mësues të mrekullueshëm, kanë pasur një edukator, një mualim që u ka mësuar drejt leximin në formën më të bukur, që është për të përshëndetur dhe për të shpërndar mirënjohjet tona më të larta. Të nderuar vëllezër dhe të respektuara motra, për të mri suksese në proceset edukativo-arsimore nuk bëhen vetë. Në fakt, për të edukuar brezat e ri, si thot edhe një poet arab, thot pash 1000 njerëz ndërtojshin e një prishte. E ki që prishte i fitonte, i mundte ata që ndërtojnë. E thot si do të kemi sukses në qoftë se 1000 njerëz prishin e një mundohet të ndërtojë. Prandaj, në procese edukative arsimore nuk ka mundësi të ketë sukses një person në qoftë se të gjithë të tjerët mundohen të prishin. Andaj, patjetër e kemi që të gjitha sektoret tona që ndjejnë veten se mund të kontribojnë në edukim, duhet të jemi të përbashkët në ndihmë të atij që edukon, që mëson dhe bën tërbije brezatash. Për arsye se të nderuar të pranishëm, jetojmë me një kohë ku brezi i ri, fëmijët tanë, rinia jonë, sulmohen nga kënde të ndryshme, në mënyra të ndryshme, ka faktorë të mëdhenj që ja u vjedhin kohën, u vjedhin do të thoja edhe shëndetin, edhe perspektive dhe të ardhmen e tyre. Mu për këtë arsye, ne do të jemi të gjithë faktorët që e ndjejnë veten se mund të kontribojnë në shoqërinë tonë, të jemi të përbashkët për edukimin e brezave tash. Kjo një dhe e dyta, në qoftë se dëshirojmë që xhamiat tona të shohin me xhamat në të ardhmen, në qoftë se dëshirojmë që ne të shohim besimtarët musliman me perspektivë, patjetër e kemi të koncentrohemi në mësimin në mekteb, për arsye se tërbia fetare do në shpëtoj fëmijët e tonë, por edhe do të jetë një kontribues për vetë dhe vetën tonë. Vetëm një shembull po rikujtoj se çfarë vlere ka edukimi fetar në mekteb dhe në xhami. Ju do të keni fëmijë të cilët do t'ju kujtojnë juve gjithnjë, nëse i keni edukuar në mesxhit në mekteb. Ju do të keni fëmijë që do kujdesen dhe do respektojnë pak më tepër se ndoshta prej atyre tjerëve që s'kan marrë edukat fetare dhe me mësim besim. Por mbi të gjitha, ju do të keni një çek të hapur në botën e ardhshme ahiret, që vazhdimisht do vijë lutja dhe sevapi nga fëmijët e juaj. Për arsye se nëse ja ke mësuar fëmijës tënd faljen e namazit, sa herë që ai të falë namazin e vet që e ka farz, do të bëjë dua dhe për ti se do të thote Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Në çdo namaz do të kujtojë ti me dua. Do të thotë o Zot, mi fal gjunahet e mia, wa li walidayya, edhe të prindërve mi, wa lil mu'minina, edhe gjithë besimtarëve tjerë. Shikoni, nga edukimi në mekteb, pra me prodhimin e fëmijëve elemente pozitive shoqërisë tonë, do t'ja shohën hajrin jo vetëm ai që ka marrë mësimin ai nxënësi, por edhe prindit, por edhe besimtarët tjerë do përfitojnë nga duaja e atij në fëmijëve. Po për këtë arsye, mësimi në mekteb duhet të jetë vepra parësore e një xhamati, e një këshillit xhamie, e një hoxhe që të kemi perspektivën tonë të shëndoshë. Të nderuar të pranishëm, unë dëshiroj disa fjalë të nxënësit të them. Kto na thanë shumë neve fjalë. Kishte mesazhe briljante, veçanti kapuni i programit. Hutbe lamdurmirës që na solën neve këtu. Po edhe Sumeja më në fund na i dha disa mesazhe që duhet kemi kujdes si prindër. Por unë duhet t'u kthej pak një mesazh reciprok le tjetër. Kto na dhanë mesazh, po edhe ne të themi disa fjalë. Të dashur nxënës,
Ju keni sot, keni bo hatme Kur'anin fisti. Fjala hatme do të thote e keni përfunduar. Por fakt ju filloni. Ju keni përfunduar leximin e Kur'anit, por keni filluar, keni startuar në studimin e Islam. Nuk është qëllimi final vetëm ta lexojmë Kur'anin. Qëllim pak më tepër, ta kuptojmë dhe vlerat e Kur'anit pastaj ne t'i vëmë në shërbim. Le të jetë shembull bërje e hatmes që ju të dalloheni në shoqëri për arsye se e keni mësuar fjalën e Allahut xhaleshano. Dhe me mbarimin e mektepit nuk është mbarimi i mësimit fetar. Vazhdon edhe ma do tjetë. Ju do shkoni në studime të ndryshme të dashur nxënës. Ju mund vazhdoni të bëheni dikush prej jush mjekë, mësues, profesor, pilot, inxhinier, e kështu me radhë. Mirë po mësimet që keni marrë këtu me këtë, asnjëherë mos i harroni. Do vazhdoni të mbani lidhje me Zotin. Lidhja me Zotin mbahet duke lexuar fjalën e Allahut xhaleshanu dhe për këtë falenderoni prindit tuaj që janë bërë sebeb të ju binë me këtë dhe kur mos e harroni punën e hoxhës tuaj që ka ndako dhe o ka mësuar fjalën e Allahut xhaleshanu. Të nderuar prindër ju që keni nxënës këtu, ju bëj për hajër këtë punë të madhe dhe ju ritheksoj edhe në këtë mezhlis se pasurinë më të madhe që mund një prind t'ia lënë fëmijës vet është edukata e mirë, është tërbia e mirë, është akhlaku, është morali. Dhe nëse ka prindër këtu që si kanë pas fëmijët me këtë, mos e lëni pavanda mirasin më të çmuar fëmijëve tuaj. Jepna mirasin më të madh që është edukata dhe tërbia. Dhe këtë padyshim që do ta gjeni në mektep, do ta gjeni në xhami, do ta gjeni në mësim besimin që udhëhiqet nga hoxhallarët tonë. Dhe duke përfunduar të nderuar vëllezër dhe motra, shfrytëzoj rastin që në emrin tim personal, në emrin kretë këtij hoxhallarëve që janë këtu, në emër të muftinisë së Tetovës, radh parë të uroj nxënësit që kanë arritur përfundojnë leximin e Kuranit, kanë bërë hatme, duke lutur Allahun që t'u japë shëndet, jetë dhe këto mësimet Kuranit fisnik t'i zbatojnë edhe në jetën e përditshme. Urime dhe për hajër juve prindërve që keni ditë t'i mbështetni, t'i udhëzoni fëmijët tuaj në mektep. Zoti xhaleshanu shpërbleft me shpërblimet më të shposhme, më të mira që ka në të madhëria e tij dhe vazhdoni t'i mbështetni fëmijët tuaj në procesin edukativ arsimor edhe më të tjerë. Dhe shumë i respektuari Mualim Efendi, Jusuf Efendi, urime edhe juve për punën e madhe që bëni. Zoti t'u japë forcë, energji që të vazhdoni edhe më tej, që t'u kemi në shërbim të jetës fetare. Është e vërtet që punat që bëni ju nuk ka çmim në jetën e kësaj bote, por jemi të bindur që shpërblimi më i madh është nga Allahu xhaleshanu xhelaluhu, ashtu siç ka theksuar edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më i miri për ju është ai që mëson Kur'anin dhe pastaj u mëson edhe të tjerëve. Ali Ezet Muvishi i thoshte, nuk mund të jesh mësues në tokë në qoftë se nuk je nxënës i atij që është në qiell. Pra nuk mund të jesh mësues i mirëfillt në tokë në qoftë se nuk je nxënës i mësimeve hyjnore të Allahut xhaleshanu xhaleshanu. Këtë jeni duke e bërë edhe ju, Zoti ju shpërblet. Të nderuar të pranishëm, edhe juve Allahu xhaleshanu xhelaluhu ju shpërbleft me sevapet më të mira që ka Allahu fuqiplot për turimin që keni patë për ndjekjen e këtij programi jashtëzakonisht të bukur. Urimet e këshillit të xhamisë që kanë ditë të bëjnë kushtet solide për ndjekjen e besimit në këtë mektep, Allahu xhaleshanu xhelaluhu t'ju shpërblej edhe ju. Urime këtë xhamatit dhe besimtarëve të kësaj xhamie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pëllusim miftin ton të dërzojnë milionën për Mualimin Jusuf Efendi Jakubi, Allah e shpërblet të dhe. Ma bëni Allah të pashtu një vërretje, si shumë sinqerisht të të them.
edhe gjatë fjalimit tim desha ta them, po harroj. U përsërit disa herë të duar Turkitja këtu, mos unë keq kuptoni ju lutem. Çdo një nxënës e meritor të duar Turkitje, se shumë bukur ishin. Mirë po kultura e xhamisë nuk e parasheh duar Turkitje, kështu që për suksesin e nxënësve thoni mashallah, pa keq kuptime. Thoni mashallah dhe ta ruajmë këtë ambientin e xhamisë kështu, edhe Jusuf Efendiu meritor duar Turkitje, padyshim. Mirë po, inshallah, miljohet t'ja shprejnë pak më ndryshe. Urimet. Tani është momenti e dorëzimit të diplomave. Amra Faruk Sherifi. Sumeja Yunus Tairi. Selda Gjerit Nesimi. Vjolca Faruk Sherifi. Kajra Kader Sulejmani. Narin Recep Umeri. Semra Samet Recepi. Merve Gayur İlyasi. Yusra Nehat Mehmeti. Erin Naim Süleymani. Berat Metin Hoca. Hubeyb İslam Reşiti. Arbi Besim Baftiyari. Ve Yasin Erkan Ahmeti. Në emër të Myftinisë të Tovës dhe Mualimit, falenderojmë prindit për mbështetjen, nxënësit për përkushtimin dhe mysafirët për praninë e tyre. Elusim Allah xhaleshanu që të na vojë këtë manifestim të hajrit.